Kombëtarja e basketbollit për femra U20 ka në përbërjen e saj 3 elemente nga vllaznia. Përpos trajnerës Medina Mustafa kemi dhe Izra Dibren dhe Medina Hyken, të cilët janë basketbolliste titullare në këtë skuadër. Me Izra Dibren. Isra, pas një përvoje disa vjeçare në të rejët, në të rriturat të shmërë dhe ekipi kombëtar vjen si pas radhës dhe patjetër është një sukses për ju. Është shumë kënaqësi me përfaqësu si fillim Shkodrën, po edhe Shqipërinë. Normal jeni ato përgatit edhe presim më të mirën këtë kampionat. Si ndjeni veten në këtë gjumullim? Është privilegj i madh, është hera parë që jam kombëtare, një me gatshme, po me shumë emocione normalisht. Këto ditë servitore në Shkodër ju kanë shërbyer për të arritur edhe më tepër formën sportive? Po, stërvitjet kanë intensive, tonë ekipi na mundu me dhënë më të mirën tonë, pak të lodhshme, po edhe pozitive mund të themi, me rezultat shumë të mirë. Fakti që edhe trajnerja e parë e kombëtares Medina Mustafa është trajnerja juaj e vllaznisë. Është një plus më tepër sepse afiniteti njëjë është më afër. Është një mbështetje më tepër dhe një suport moral dhe emocional normal më i madh. Thatë me herët që jeni debutuar për herë të parë te kombëtarja U20 dhe padyshim është një vlerësim për ju. E kënaqur patjetër. Normalisht jam shumë krenare dhe shpresoj të përfaqësohem denjësisht, domethënë këtë kampionat. Ne kemi thënë dhe herët e tjera, padyshim se edhe roli i familjes ka ndikimin e vetë, sepse familja Dibra e shikojmë si çdo familje sportive ju mbështet vazhdimisht si në stërvitje dhe në ndeshje. Vazhdojnë të jenë me pa të pasion? Po, ëndra e tyre më madhe me pa mu kombëtare është realizu, kështu që mendoj që e kam arrit qëllimin tënd dhe qëllimin e tyre normalisht. Janë plotësuar. Natyrisht baba juaj Afrim Dibra është ai që është më aktiv edhe në postimet shpeshherë në rrjetet sociale për rritjen tuaj sportive, por patjetër edhe mamja është i fortë apo jo? Të dy janë më i flak se tjetri, mund të themi. Cili është më i flak prej tyre? Pa diskutim. Respekte pra për Afrim Dibren, por respekte për Isra Dibren, urime për këtë grumullim në kombëtare. Shumë faleminderit. Shpresojmë një performancë pozitive në ndeshjet zyrtare. Faleminderit, sa privilegj.